Mirë mbrëma. Edi Rama ka arnuar qeverinë, ka shkarkuar Belinda Ballukun dhe në fakt ka vendosur të gjithë stafin e saj më të ngushtë në funksion e ministrash, por nuk është lajm shkarkimi i Belindës, pasi ajo vazhdon të qeverisë me ata ministra që janë vendos. Lajmi është largimi i Elisa Spiropalit. Duket një lajm surprizë, por që ne në fakt kishim 2 javë që këtu e kishim parashikuar për 2 arsye. E para, në Davos, Ramës ju kërkua të mos shkonte vetë të dërgonte Elisa Spiropalin, ministrin e jashtme, ashtu siç bëri presidenti Erdogan, dhe Rama e la vendin bosh. Dhe e dyta, për të bërë qefin Ballukut, për të thënë se ja po e heq edhe Spiropalin. Pra kjo është qeveria Ballukut 3, ka sot shumë më pushtet se sa kishte. Gjasat janë që ky njeri t'ja heq imunitetin dhe ajo shkon në arrest shtëpie. Arrest shtëpie ndërkohë që ka të gjithë buqetin. Vetëm Ministria e Mbrojtjes llogaritet të ketë 460 milion euro me privatizime që pritet, ka vendosur njërin e vet, ka vendosur njërin e vet tek energjetika. Ministrin e Financave e kishte, ka vendosur njërin e vet tek Ministria e Rendit. E thonë më shkurt, kjo është eksakt qeveria Balluku 3. Ndërkohë, maksimumi saj është një arrest shtëpie dhe do gëzoj 450 milion euro me gjithë këto tendra me rreth 12 miliard tendrimi që ka bërë zonja në kaq vite. Megjithatë, e vërtetë është që e gjithë dosja Balluku është dosja Rama. Për diskutuar mbi arnimet në qeveritë të zotit Rama, sot kam Muslim Murizi mirë mbrëma. Anton Abelekaj mirë mbrëma. Artan Hoxha, tani mirë mbrëma. Andri Bala, Andri mirë mbrëma. Knesi shkarkimi i Ballukut apo knesi që knesi që na u ktheve. Dakor. U ktheve. Iku Spiropali, se Balluku aty është. Por atë ne kishim lëmë më përpara, po tani s'isha më thënë. I dyti bas që e fitove, po. Atë po e ke fituar, dal garant. Murizi. Koment jot i parë për ndryshimin e qeverisë, për emrat. Para se të shkoj ke ndryshimin e qeverisë, do të merrem shkurtimisht me ndryshimin akrobatik të Ramës nga fjalimi i paraditës, që ishte as mish as peshk dhe sorollaste gjetjet për ta çu deri në fund të fjalisë, si ajo në përbrek, ku nuk diti çfarë të thoshte, të ketë mëronte, si të justifikohej dhe çfarë t'ju thoshte realisht grupit parlamentar, se çfarë mendimi politik do të morin për datën 5. Do të tregoj një detaj, se kishte edhe një fjali që thoshte kazan që gjesdisin botën për ta ndjekur. Se është shqetësu fakti që qellova rastisht në tjetër në restorant. Dhe vjen një kamarier nga Maroku dhe më thotë, para jush, na dëgjon duke folur shqip, më thotë, unë kuptoj shqip, ti nga Maroku, po, thotë se kam shumë klientët, sepse pak para teje takova Big Mafian. Dhe më tregon foton me Ramën. Big Mafian? Big Mafian. Dhe më tregon foton me Ramën. I thash, po, me këtë term ju drejtove kryeministrit, po, tha, dhe ishte shumë i kënaqur. Me fjalë ky pranon me qef gradën. Pa. Unë thash që mafiozët e real nuk janë kaq të legendosur, mos i fyej mafiozët tash unë. Kjo është kamarier. Kamarier, kjo është një langëraq, tash. Besoj që do ketë shans të takoj prap kamarieri Ramën. Në cilësinë që e ka pa herën e parë. Jo vetëm Ramën, por takoj edhe një diplomat huaj këtu. Dje më thotë, kam kohë që kam lënë një darkë me Ramën si kryeministër, por kam idenë që atë darkë si kryeministër nuk do e ha kurrë. Pra, shkon në sinkron me atë dyzimin tim që të thash, çfarë 1 orë e gjys predikoj më shumë duke i hequr vretja Xhafës, që ç'na bënë me këtë reformë që më the ndryshe dhe po vjen puna deri ke unë. Lat kuptohet që ishte i pavendosur se çfarë do të bënte në darkë. Ja për shembull, po na ndjek live Arben Ahmeti dhe më thot, shikojnë thot. Në fund të rrugës nuk ka asnjë nga ata që e nisi rrugtimin. Madje as Vali Bishka me Endri Fugun, Ditmiri Agaci, jo, Damiani dhe unë, jo, thot, Gjafa, Sajmiri, jo. Që të gjithë kanë punuar. Velia, jo. Sepse është habit Ahmeta, nuk e di në fakt. Jo, nuk është habit, por e ka konkluzion. Jo, sepse këta ishin gjithë PSS të që përmeni Ahmeta, apo jo? Parti Socialiste. Po. Ky që kur erdhe ka marrë Ka reaguar Berisha, ta dëgjojmë pak, ka reaguar, po? Lëvizja e fundit e Edi Ramës është një lëvizje me cilën kërkon të shpëtoj lëkurën e tij.
por është një lëvizje e cila fton qytetarë shqiptar, opozitën shqiptare, të vazhdoj fuqishëm protestat mbasi kryegritja paqësore e shqiptarëve synon, ka si qëllim kryesor madhor shpëtimin e Shqipërisë nga Edi Rama dhe jo kukullat e tij. Me lëvizjen e tij, ai përpiqet të mashtrojë njerëzit në një kohë kur ai vetë është kreu i organizacë kriminale që drejton, ndaj dhe i kërkoj dorëheqjen e tij të menjëhershme. Përndryshe, do përballet me opozitën dhe mbar popullin shqiptar. Edi Rama nuk ka më pranverë për qeverinë tënde dhe për ty. Je shkaku i të gjitha problemeve të mëdha me të cilët përballen sot shqiptar. Je mater matrix e kësaj të keqje të madhe që ka kapluar qenjen, shpirtin, trupin e Shqipërisë. Është një reagim më njëherë që me zotë Berisha pas ndryshimeve në qeveri dhe informacionet e fundit janë. Enea Karakaqić, drejtori i OSHE-s për zgjedhje e Belinda Ballukut. Ferit Hoxha, vllai i tij i përfshirë në skandalin e Akshit i lidhur me Ergyll Sagasin për zgjedhje e tij. Ermal Nasufi, drejtor i kabinetit të Belinda Ballukut. Pra këta janë 3 ministrat e ri, ndërkohë që Ermal Nufi. Ndërkohë që burime nga mbledhja pretendohet se për largimin e Spiropalit ka pas një shantazh të Belinda Ballukut me argumentin se shkrimin në mediat austriake për video skandalin ka qenë sponsorizim i Elisa Spiropalit. Pjesa tjetër sklever siç kanë qenë, pra sklevet e Ramës dhe sklevet e Ballukut. Pra, nisa tek Amete, ka kohë që ka thonë do t'ja ndrojë emrin, nuk ka lidhje me socialistët, dhe po të shikosh kjo është qeveria e tretë, që nuk janë njerëz përfaqësues të elektoratit të PS-s apo të elektoratit majt që ka votuar me gjithë votat bera të vjedhur me 83 mandate. Janë njerëz anonim që mund të takosh ata që i kanë pallat në hyrje, ju thonë mi mjes mi mbrapa, po nuk e di kurse çfarë punë bën ministri. Ke 2-3 ministra që kanë vetëm një zyrë me i kopje Chelsea tek Rama, siç kanë qenë para qeverisë që shkarkoi një qeveri tjetër, kanë qenë 2-3 gra, Milva, Ediona, Eliona, 3 gra me i zyrë. Pra ky kërkon të tregoj forcë tek rilindja, se PS-n e ka shkruar, që un jam mreti, sultani, heq va këtë në teket mu, bëjnë e qok me klering, siç po thoni ju për pra që të mos mërziten gjithë, ke qef, përveç se do të hejt, ju ke qef të hejti, desha të heqe dhe filan ministro dhe heqon. Rama, përveç 4 muajve të parë në dijenin time, 2013, deri në nëntor, nga nëntori 2013, e sot nuk firmos asnjë shkres mas i kryeministër, pra ka gati 10 vjet, 12 vjet e kusur, që firmosin zë vet. Ka firmos një zaj për para, që ka qenë në qeverinë e parë, pastaj firmosi Niko Peleshi, me të famshmin 7-800 milion euro rilindjen urbane të fshatrave të mëdha të qyteteve. Firmosi Ahmetaj, firmosi Braçja, Balluku është e fundit, tash i ka thirrë për të firmos Albana Koçiu. Po, Albana në dijenin time ka filluar karrierën kjo sheja, nuk e faturiste. Bashki. Dhe është faturist. Ose janë ja dy që kanë qenë faturistë, është bërë kështu. Bashkia. Tash ajo që shohun edhe në bashki faturu kanë. Nëse s'ka gjë ta kesh filluar faturistë. Shumë mirë. Më mirë ashtu problemi është. Por që nuk e lidh gjë, që të flasim realitetin, pra nuk e lidh gjë me stratin dhe PS-n e vërtetë apo socialistë 36 vjeçar. Po flasim është anonim. Por me sa di aty janë një duket apo 2 ministra që janë hetim prap nga këta. Një është në dosjen e tani do ta di më mirë të Limionit, të portit famshëm. Limionit, sa. Po. Edhe një me sa di unë është pjesë e Akshit që ju sapo e thatë. Po, vllai i Ferit Hoxhës, ministri i jashtëm, është në nënhetim bashkë me Ergyll Sagasin për skandalin e Akshit. Ferit është ambasadore, po? Po,